Është zhvilluar në Korçë nata e parë e edicionit të 7 të Shpirtit të Ballkanit. Grupe nga Kosova, Bullgaria, Franca, Malizi, Greqia, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria sollën në qytet një festë emocionesh me ngjyra, ritme dhe kulturë në lëvizje. Parada në rrugët e qytetit u kthye në një mozaik gjuhësh, kostumesh dhe identitetesh, që u prit me entuziazëm nga qytetarët dhe vizitorët, një dëshmi e gjallë e shpirtit ballkanik që na bashkon përtej kufive. Ne jemi nga Maqedonia e Veriut, ne prezantojmë vendin ton, jemi shumë të lumtur dhe shumë krenar për këtë, ne e duam punën ton. Ne vim nga Mali i Zi dhe prezantojmë kostumet tona popullore dhe vallet popullore. Ktu është shumë bukur, rrugët janë të drejta dhe ndërtesat shumë të bukura. Pam dhe muzeumet dhe galerit, sidomos qyteti i vjetër, te pazari na pëlqeu shumë. Në mbrëmje tingujt e folkut dhe xhazit përshkruan pazarin e vjetër, duke sjellë një atmosferë të jashtëzakonshme. Në dritat e skenës me publikun që këndonte, kërcente dhe festonte, Korça u ndez me energjinë e një nate që nuk harohet lehtë. Ky është edicioni i 7 i Shpirtit Ballkanit. Në këtë edicion shumë të veçantë do ta cilësoja unë, sepse përveç ansambleve folklorik që sjellin vallet burimore të gjithë Ballkanit, një traditë e jashtëzakonshme që ne kemi, do të kemi edhe shumë banda muzikore. Kjo është për herë të parë. Ky festival përashtrihet në 2 ditë, i cili do të sjellë bendet më të mira ballkanike. Kjo natë e parë e edicionit të 7 të festivalit Shpirti i Ballkanit dëshmoi edhe një herë se Korça është kryeqyteti i shpirtit, i kulturës dhe i mikpritjes.